U kap me drogë, dënohet djali një oficeri shqiptar në Britani. Gjykata e Kurorës në Oxford ka dënuar me 2 vite burg 20 vjeçarin shqiptar Martin Makariadhi, banues në Broadlands, Netherfield, Milton Keynes. Ai u shpall fajtor për posedim dhe shpërndarje të lëndëve narkotike të klasit A dhe B, si dhe për drejtim automjeti pa sigurim të detyrueshëm, sipas mediave britanike. Makariadhi, i cili është djali një oficeri policie në Shqipëri, kishte hyrë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar vitin e kaluar. Ai punonte për të shlyer një borxh prej 15.000 poundësh, ndërsa personat që e kishin siguruar pasaportën e detyronin të merrej me shitje droge. Gjatë operacionit të zhvilluar në 29 tetor, policia e pikasi ndërsa drejtonte një makinë nga e cila zbriti një përdorues i njohur droge. Pas ndalimit u gjetën mbi 1.000 pound në para të gatshme, si dhe një telefon celular me mesazhe në WhatsApp që provonin aktivitetin e tij të shpërndarjes përfshirë dhe kode postare. Në vijim të kontrollit në rrobat e tij të brendshme, policia gjeti 13 qese me kokainë me peshë 6.3 gram me vlerë rreth 640 pound në treg. Në banesën e tij u sekuestruan gjithashtu kanabis, para të tjera si dhe disa pajisje.